të Kosovës janë mbi 4.000, janë mbi 6.000 Serbë që kanë aplikuar edhe për patent shofer. Kur po flas sigurisht është rritë edhe ky numër, këto janë ato që policisë i kanë dhënë detyra më shumë edhe ka pas punë më të madhe. Mirë po, në moment që ne kemi drejtuar këtë punë dhe kemi qitë në vijë, nuk kam pas më obligime të tilla, po policët kanë me kry detyrat e veta, kanë me kry me nder dhe me integritet të mirë. Sa i përket një fushës tjetër çka kemi me bona, ne kemi disa të parapame në programin, po i thamë ato. Ato edhe mund t'i lexoj, po kjo Skenderajt t'ja jep përgjigjen zotit Çala që thonë Skenderaj ka patur ndërhyrje aty. Nuk ka pas në Skenderaj, unë e kam thënë edhe dikon edhe me një paraqitje time publike. Policia e Kosovës, Rashidi ka qenë drejtori i operacionit në polici edhe unë kam qenë shef shtabi në ushtri edhe dim që planifikohen operacionet. Operacionet kanë një rendite kur planifikohen edhe me kohë më përpara, nuk aplikohen aty për aty. Policia e Kosovës ka qenë në Skenderaj atë ditë, nuk ka shku për çështjen që thohet. Çatë ditë policia e Kosovës ka pas operacione edhe në tjera qytete, nuk ka pas vetë Skenderaj, po meqense se ka ndodhur eksesi në Skenderaj, ajo është kthy në racioni që ka shku për çështje për Sami Lushtakun. Pra nuk ka qenë destinuar për sa. Po sidoqoftë, policia e Kosovës i kryen detyrat e veta, në parim bazuar në ligje dhe kërkosh mi ligjin, tek e fundit. Ja, nuk është sidoqoftë. Po. Njësitë speciale nuk angazhohen në rrohje. Njësitë speciale të policisë Kosovës angazhohen në prishjen e rendit në përmasa të mëdha. Si janë angazhuar në rrohje? Nëse ti shkon. Kanë rrejna kanë dieta që kanë bërë. I lelem të fortë shumë bëjmë, se s'po të përgjishna. Këto kështë po të më thonë diçka. Nuk janë që thonë diçka. E kena po në televizion. Ti po thu, ka kanë rrej. Me urdhër politik. Me urdhër politik dhe me një rezistencë për herë të menaxhmentit. A ke zbatuar urdhën politik kur e ka drejtor? Ja, apo plom.